Horoskopi për ditën e diel 2 gusht 2026. Dashi. Dita mund të gjejë pak të nxituar. Ke një dëshirë për të mbyllur gjërat shpejt e shpejt, por yjet të thonë ndale pak vrapin. Hëna është pozicionuar në shtëpinë tënde të 12, atë të privatës dhe instinkteve që kërkojnë të tërhiqesh nga çdo situatë që të lodh apo të jep presion. Ndoshta ke nevojë për pak kohë ose thjesht për gjumë. Në të vërtetë është se bota jashtë nuk po të lejon të qetësohesh aq kollaj. Njerëzit ngjarje ndikojnë aq shumë ke ty saqë të prishin edhe të rrezin. Në dashuri, mos kërko sqarime nëse sheh se partneri është pak i ftohtë. Tensioni i orëve të mëngjesit është kalimtar. Në punë, mos e vrit mendjen për konkurrencën, por përpiqu të marrësh vendime me kokën tënde. Vepro si ta ndjesh. Paratë, shmangblerjet që i bëjnë njerëzit vetëm kur janë të nxehur nga nervat apo padurimi. Shëndeti varet kryesisht nga qetësia shpirtërore. Nëse nuk e menaxhon stresin, trupi do ta ndjejë pari. Ngjyra me fat është ngjyra rozë dhe e zezë. Koha me fat është pasditja, ndërsa këshilla e ditës: merr frymë thellë dhe mos u nxito. Çdo gjë sqarohet në momentin e duhur. Dimi. Sot dita për ty të thotë shkëputu pak nga njerëzit dhe nga situatat që në fakt të rëndojnë. Ti ke nevojë të dalësh pak në ajër, por mëngjesi nuk do të jetë aq i thjeshtë. Hëna në fakt krijon një përplasje me Marsin dhe kjo mund të bëjë të ndihesh sikur diçka po të bllokon ose po të pengon të arrish diçka që e kërkon me shumë ngulm. Ti kërkon të ulesh, të shlodhesh, të kalosh kohë me njerëz që të duan, por mendja jote e ka mendjen diku tjetër. Shpenzimet, faturat apo dhe ndjenja që duket sikur po humb diçka të rëndësishme. Në dashuri kjo gjendje mund të ndikojë që ti të distancohesh pak, ndaj i sinqert me partnerin që të mos keq kuptoheni. Në punë, nuk është dita që ti sot të bësh heroin. Ruaj energjitë për një ditë tjetër, edhe nëse nuk ndihesh 100% i sigurt, mos u nis ti bësh gjërat si çdo tip. Paratë kërkojnë një strategji të re. Bëj ndryshimin nga mënyra se si i ke administruar paratë deri tani. Shëndeti të kërkon një pushim absolut dhe pikërisht këtë gjë do ta sjellë mbrëmja. Ngjyra me fat e bardhë dhe e zezë. Këshilla e ditës për ju është: mos e mundo veten për gjëra që nuk i ndryshon dot sot. Binjakët. Ke shumë përgjegjësi dhe i mban sipër kokës. Me hënën që ndodhet në pikën e lartë të hartës tënde për pjesën më të madhe të ditës, është normale që të shqetësohesh për mënyrën se si të presin njerëzit, por mos e egzagjero. Mos merr përsipër më shumë nga sa mban në këtë moment. Në punë, mund të dëgjosh ndonjë kritik, por mos u mërzit. Mund të kesh konkurrencë, por mos u dëshpëro. Përdor energjinë si karburant për të treguar njerëzve se ti vlen. Marsi në shenjën tënde këtë kohë të jep një dëshirë të madhe për të shpallur pavarësinë dhe të bësh gjërat sipas mënyrës tate. Në dashuri mos lejo që tensioni i punës të ndikojë në marrëdhënie. Partneri ka nevojë për praninë tënde, jo për ankesat e tua. Në financa qëndro me këmbë në tokë, mos rreziko. Shëndeti ka nevojë për pak shkëputje nga stresi i punës. Fatmirësisht, se si ecën dita, gjërat bëhen më të lehta. Një mik i mirë që e ke shumë për zemër do të ndihmojë të shohësh diçka të bukur sot. Ndoshta me një fjalë, a ndoshta me diçka që do të thotë. Mbrëmja të gjen me një dëshirë për të dalë dhe të argëtohesh. Ngjyrat me fat janë bluja dhe e bardha. Koha me fat është në mbrëmje. Këshilla e ditës: kthej kritikën në motivim dhe mos harro të dalësh të zbavitesh pak. Gaforja.
Mëngjesi të gjen pak gjak nxehtë. Duket sikur ke një tendencë që të reagosh ashpër dhe mund të flasësh dhe pa menduar dy herë, sidomos nëse dikush të pret aty ku nuk kërkon. Bëj kujdes me mbindjeshmërinë tënde, duhet të jesh i duruar dhe mos u mundo të bësh 5 gjëra njëherësh, se mund të përfundosh duke bërë gabime. Në dashuri, nëse nuk e peshon fjalën, ndoshta edhe njeriu i zemrës mund të plagoset pa qëllim. Ndaj merr frymë thellë përpara se të flasësh. Në punë është një lajm i mirë, cilësitë e tua spikasin në sy të tjerëve. Do të ndjesh në fakt një lloj presioni pozitiv që të shtyn të marrësh drejtimin e gjërave. Sot asgjë nuk do të falet apo të vijë gatshme. Duhet të punosh fort për çdo shpërblim në fund të ditës. Kur ta shohësh se ja dole vet, kënaqësia do të jetë e madhe. Shëndeti i mirë elimino ushqimet e shpejta. Ngjyra me fat është vishnje dhe gri. Koha me fat është paradite. Këshilla ditës: bëj durime të tjera dhe përqendrohu në një punë të vetme që të kesh sukses. Luani. Përplasja e hënës me Marsin sot na bën të gjithëve pak më vulnerabël dhe ka shumë mundësi të marrësh gjërat më personale, ndaj mos nxirr konkluzione të nxehtuara qysh në mëngjes. Ndoshta apo i mban disa plane apo ndjenja të fshehura nga të tjerët, dhe kjo është okay për këtë periudhë të muajit. Në dashuri mund të ndihesh pak i ndarë në dysh. Ke një dëshirë për të futur në botën tënde për të reflektuar, dhe nga ana tjetër janë kërkesat e jetës sociale apo partnerit që të therrojnë. Në fakt vendos një ekuilibër midis të dyave. Në punë, përpara se të hidhesh me kokë në punë të reja apo projekte të reja, mblidh energji dhe bëj një plan fillimisht. Dhe mos shpenzo sot para për të mbushur një zbrasti emocionale. Shëndeti. Kontrollo emocionet, dëgjo ç'të thot trupi dhe shpirti, por mos lejo nervat që të marrin drejtimin. Ngjyra me fat është bezh, koha me fat është pasdite. Këshilla e ditës: ruaj kontrollin mbi emocionet dhe mos i merr gjërat personalisht. Virgjëresha. E dashur virgjëresh, Marsi ka hyrë tek shtëpia jote e 4 dhe të bën që të përballesh me disa frikëra apo ngjarje të së shkuarës. Nëse i zgjidh tani, do të jesh shumë më e fortë në të ardhmen. Për pjesën më të madhe të ditës, fokusi do të jetë gjetja e paqes dhe ekuilibrit me njerëzit rreth teje. Por që të jemi të sinqertë, në mëngjes do të jenë ca orë të lodhshme provash dhe gabimesh për të arritur këtë ekuilibër. Por mos u mërzit me veten edhe gjërat nuk ecin perfekte që në tentativat e para. Në dashuri, nëse ndjen se po varesh shumë nga planet apo tekat e partnerit, është momenti të bësh një hap pas dhe të vendosësh disa kufi, edhe pse kjo mund të kërkojë pak kohë. Në punë, mos u shpërndaj në 100 vende, është shumë shpërblyese sot të bësh një ose dy punë me cilësi të lartë, sesa të bësh gjërat shkeleshko. Në planin e financave, shmangi veprimet sipërfaqësore. Shëndeti është në rikuperim, ke nevojë të largohesh nga njerëzit toksik. Ngjyra me fat është kafe dhe gjelbër ulliri. Koha me fat janë orët e para të pasdites. Këshilla e ditës: përqendrohu tek cilësia e gjërave që bën. Peshorja. Sot mëngjesi po të vënë në një presion të madh. Ndihesh sikur do të mbyllësh 1000 punë në një kohë rekord, dhe kjo po të jep pak stres. Hëna ndodhet në sektorin e punës dhe shëndetit, duke bërë të shohësh pak gjërat më me shumë zmadhim se sa janë në të vërtetë, dhe kjo ndoshta mund të irritojë, por i me kam në tokë. Jo çdo gjë është aq e hiperbolizuar sa që mendon ti. Ke një dëshirë të shijosh jetën, edhe të provosh madje dhe eksperienca të reja. Dhe kjo e lind si arsye e thyrjes së monotonisë së mërzitshme. Në dashuri, gjërat mund të sjellin ndonjë debat të vogël, sepse një nervozizëm i çastit mund të jetë, qoftë kjo nga ana e partnerit apo ana jote. Megjithatë, siç kalojnë orët dhe ti do të kalosh në rregull me gjërat
si në punë, në shtëpi dhe në dashuri. Në mbrëmje atmosfera do të ndryshojë për mirë. Hëna do të zhvendoset në sektorin tënd të lidhjeve duke të bërë më shoqërore, më të hapur dhe gati për bashkëpunim. Shijo momente të bukura me miqt apo me partnerin. Ngjyrat me fat është portokallia. Koha me fat është mbrëmje, këshilla ditës vër rregull në gjërat e vogla dhe lëre mbrëmjen të sjellë qetësinë dhe shoqërinë që të duhet. Shijo momente të bukura me miqt apo me partnerin. Ngjyrat me fat është portokallia. Koha me fat është mbrëmje, këshilla ditës vër rregull në gjërat e vogla dhe lëre mbrëmjen të sjellë qetësinë dhe shoqërinë që të duhet. E tani të kalojmë ke akrepi. I dashur akrep, ti kërkon të tjerët të thonë një diçka të mirë. Por mos i varë shumë shpresa dhe as mos investo shumë emocionalisht tek të tjerët. Ndonjëherë njerëzit janë me huqe. Ato janë të zënë me problemet e veta dhe në rastin më të keq mund të sillen në një mënyrë egoiste dhe mund të shkaktojnë tensione. Dhe ky është faji i një përplasje astrologjike mes Hënës dhe Marsit që ndikon duke trazuar pak ujërat. Në dashuri, nga njëra anë ke nevojë të besosh verbërisht partnerit, nga ana tjetër të lindin ndryshime brenda vetes. Dyshimet nuk duhet të shkatërrojnë dashurinë. Mund të ketë disa keqkuptime në komunikim, ndaj mos nxirr konkluzione pa folur hapur me partnerin. Në punë, gjërat do të shtrohen rrugës. Do të ndihesh sikur je gati të përveshësh mëngët dhe të vendosësh rregull në punën tënde. Para, qëndro racional dhe mos bëj lëvizje të guximshme. Aktiviteti fizik ose puna do të ndihmojë në shëndet që të shkarkosh tensionin e grumbulluar. Ngjyra me fat është blu dhe jeshile. Koha me fat është dreka e vonshme. Këshilla ditës: mos u ngatëro në dyshime të kota dhe bëje që energjia jote të kalojë në punë produktive. Shigjetari. I dashur shigjetar, mos u hidh në zjarr për të tjerët, sidomos në mëngjes. Ka shumë rrezik që të shpenzosh energjinë tënde për njerëzit, por në fakt ato nuk e vlerësojnë aq shumë sakrificën tënde. Sot ke nevojë për pak kohë për veten tate, për ndjenjën e sigurisë me veten. Ndoshta të drejtosh vëmendjen tek shtëpia apo disa çështje familjare. Mos u mërzit nëse ndjen pak mërzitje në jetën tënde emocionale, pasi kjo është një situatë që do të kalojë, mos u dëshpëro. Përdoje këtë mërzi si një shenjë për të vënë në rregull gjërat dhe problemet një herë e mirë. Në dashuri, mos lejo që nervat të cënojnë paqen tënde në çift. Në punë, lëviz me hapa të vegjël dhe mos premtoj gjëra që nuk i mban dot. Me kalimin e orëve dhe shëndeti do të vijë në një gjendje optimale. Në mbrëmje, Hëna zhvendoset në sektorin e gëzimit dhe kreativitetit, duke të bërë të ndjesh një dëshirë të madhe që të tregosh veten dhe ke dëshirë për të shijuar jetën. Ngjyra me fat është gri, koha me fat është darkë. Këshilla ditës: mos e shpenzo energjinë me njerëzit që nuk të vlerësojnë. Fokusohu tek njerëzit e dashur dhe vetja jote. Britsjapi. I dashur britsjap, paraditja ka një tendencë që ti ta bësh qimen të rrallë. Në fakt, gjërat janë të vogla, por ty të duken si probleme gjigande. Por nëse do ta shikosh me sy kritik gjendjen, do të kuptosh se nuk është e tillë. Konflikti vjen midis Hënës dhe Marsit, të cilët krijojnë ndjesinë sikur ti ndihesh i ndarë mes dëshirave personale dhe punëve që duhet të bësh për të tjerët. Nëse mundohesh që të dyja t'i bësh në të njëjtën kohë me të njëjtin ritëm, do krijosh një kaos. Në dashuri, mund të dukesh pak nervoz ose i paduruar me partnerin, ndaj përpiqu ta ndësh pak jetën private nga stresi i ditës.
Në punë, fiki ato zhurmat e jashtme dhe përqendrohu tek gjërat thelbësore. Parat. Mos u ndiej nën presion për të prishur para sot, edhe nëse ndodh, mendohu 2 herë. Në mbrëmje do të jetë qetësia jote që ke kërkuar gjithë ditën. Ngjyrat me fat janë e bardhë dhe e zezë. Koha me fat është rreth mbrëmjes. Këshilla e ditës: largo çdo gjë të tepërt nga mendja dhe fokusohu në gjërat që të sjellin siguri dhe paqe. Ujori. I dashur ujor, tip sot po kërkon disa gjëra që të bëhen me shpejtësi rrufeje. Hëna ndodhet në sektorin e burimeve financiare dhe siguria është kryefjala e ditës. Por, paradite të duhet të lundrosh mes ndërhyrjeve zhurmave që vijnë nga jashtë. Ndoshta sepse në ambientin ku jeton po ndodhin shumë gjëra njëherësh, ose ndoshta po përballesh me ndjenjën sikur diçka e rëndësishme po ndodh diku dhe ti nuk je aty, por po mbetesh pas. Dhe kjo të shkakton pak nervozizëm të brendshëm. Në dashuri, mundohu të jesh pak i qetë me partnerin, sepse sot je super sensitiv dhe çdo fjalë ndoshta e thënë me teprim mund të keqkuptohet. Parat janë në pikë delikate, ndaj bëj kujdes me shpenzimet e nxituara. Sapo të kaloj kjo fazë, do ta kesh të lehtë që të shijosh momentin. Ngjyra me fat është kafe. Koha me fat është mbrëmje e hershme. Këshilla e ditës: mos u nxito nga frika se mbetesh pas. Gjithçka shkon në vendin e vet në kohën e duhur. Peshqit. E di që sot je pak fleksibël. E di se nuk do ta kesh të lehtë. Mos lejo që budallëqet e ditës të prishin humorin tënd. Hëna në shenjën tënde po nxjerr në sipërfaqe disa ndjenja të cilat ndoshta nuk i ke pranuar as me veten tënde deri tani. Kjo është një gjë e mirë sepse të ndriçon rrugën, por për shkak të një përplasje me Marsin, bëj kujdes nga reagimet dramatike. Në dashuri, ndonjëherë kërkon të çlirohesh, por kjo dëshirë përplaset me dëshirën për të patur një marrëdhënie të ngushtë me partnerin. Në punë, nëse merr përsipër shumë qëllime të larta njëherësh, thjesht do të konsumosh energjinë tënde. Pasi vetëm me ritmin e duhur do të shohësh atë që trupi yt ka nevojë. Financat të kërkojnë maturi dhe zero rreziqe. Hiqe presionin e jashtëzakonshëm, pasi të çorienton mentalisht dhe ndikon në gjendjen tënde shpirtërore. Mbrëmja të sjellë një valë të bukur, harmonie dhe do ta kesh shumë të thjeshtë të gjesh paqen. Ngjyrat me fat është e kuqe, koha me fat është mbrëmje. Këshilla e ditës: hiq dorë nga presioni që i vendos veten dhe lëre anën tënde shpirtërore të udhëheqë sot. Ne urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.